Tani patjetër, nëse shikojmë në aspektin ginekologjik, rënja e lindshmërisë po shikohet dhe po ndihet. Pse po e shikojmë këtë gjë, akoma nuk po e kuptojmë se na ka ardhur shumë gradualisht, nga viti në vit, ajo po sa vjen edhe theksohet. Dhe nëse referohemi raportit të fundit që është bërë, të OKB-s, të OKB-s, thuhet që ishte një rëndje me 37%. Pra nga 2014 në mos gaboj deri në vitin 2022, rënja ishte me 37%. Dhe nëse vazhdojmë me këtë ritëm, do përgjysmohet nëse do e krahasojmë numrin e lindshmërive në të ardhmen. Pra nëse vazhdon ky trend rënës i lindshmërisë. Pse e kemi këtë lloj trendi rënës? Tani është, domethënë është një pyetje që duket sikur s'ka një përgjigje, por realisht duhet të ketë disa faktorë të cilët ndikojnë në këtë rënje të lindshmërisë në vendin tonë. Është multifaktoriale, pra janë shumë faktorë që kanë sjellë në këto rezultate dhe në këto statistika sot. Rënja e lindshmërisë është një trend global dhe fillimisht është ndjerë tek vendet e zhvilluara. Dhe gradualisht ky trend po prek edhe vendet që janë në zhvillim, vendet si Shqipëria, sepse mos harrojmë, ne vim nga familje të mëdha, vim nga familje ku kishim 5 vëllezër e motra. Pra ku vim nga një familje që kishte 12 fëmijë. Fëmijë. Dhe kjo familje sot në ditët aktuale zërisht është ndruar në 3 veta, pra një çift dhe një fëmijë. Pra nëse mos gaboj, mund të themi që është 1.7 faktori për familjet shqiptare. Dhe ai raporti që duhet jetë që një çift të zëvendësoj veten është që duhet jetë 2.1. Pra ne jemi nën faktori normal të riprodhimit. Tani pse? Le të analizojmë një nga një. Pra faktorët Shqipërinë ne dim që ka pas një lëvizje të madhe të emigracionit. Po jo emigracion i moshave të ndryshme. Na ka ikur mosha riprodhuese. Pra mosha që neve na ngel shtazën dhe vim me dëshirën për të pasur një fëmijë. Pra na ka ikur ky brez i ri. Pra mosha nga 20 te 30-tat. Pra ka pasur një ikje masive. Këtë e vërim ne në përditshmërinë tonë. Mua nga brezi më ka ikur gjysma e shoqeve. Kanë shkuar në Gjermani, që kanë vazhduar specializimin në Gjermani. Por edhe te komshit, edhe në pallat, shikojmë që ikin familjar apo çifte të reja, qoftë kur ka nisur një fëmijë, ikin bashkë me fëmijën, pra ka një lëvizje masive që po vihet re kudo. Tiranë ndoshta nuk e kupton dhe ai shkolla, sepse në Tiranë jeton thuajse 1/3 është e përqendruar 1/3 popullsisë së Shqipërisë, po të shkosh nëpër qytete më të vogla apo qytete më të vogla, kupton që janë të zbrazura.